Lufta antifashiste nacional shqiptare e theksoj antifashiste nacional shqiptare, siç ka thënë dhe i madhi Drejtoro Agolli, është një luftë e shenjtë. Dhe kjo që është e shenjtë nuk duhet që ta zhbëjmë më. Ka ngel një histori për arsye se ajo u ngrit tërë populli shqiptar në mënyrë masive në këtë luftë për çlirimin e vendit të tij. Në lidhje me problemet që hasen për ditën e çlirimit, unë po ju them që ditat e çlirimit në tërë Shqipërinë, kur ka dy forca ushtarake që luftojnë kundër njëra tjetrën, ishin forcat e rregullta të ushtrisë nacionale shqiptare partizane vullnetare dhe forcat pushtuese, italiani dhe në fund fare gjermani. Këto dyja bëjnë raporte dhe informojnë komandet e tyre. Kështu që mbas çlirimit të kryeqytetit të Shqipërisë, Tiranë, më 17 nëntor 1944, që çlirimi i Tiranës vazhdoi për 3 ditë rresh, manifestimi, popull dhe ushtëria që u bën parakalimet të, u dha urdhër nga komanda e përgjithshme dhe shtabi i përgjithshëm i ushtrisë nacionale shqiptare për çlirimin e pjesës verigjore, sidomos të qytetit të Shkodrës. Dhe në të u angazhua një kompromat e tretë, u angazhua divizioni 2 sulmues, si dhe u angazhuan dhe 5 brigata sulmuese, brigata e 6, e 7, e 22, e 23 dhe 24. Këto nga rruga automobilistike që u tërhoi Gjermani, bashkë me kolaboracionistët dhe tradhtar nga Tirana, në qytetin e Shkodrës kishin mbritur 4000 forca gjermane, si dhe mjaft kolaboracionistë të cilët ikën bashkë me pushtuesin.